momentet caktuara dhe fillonin fushatën e gjobave. Dhe njëherë bisedojmë me ta ma bënë, s'kemi çfarë të bëjmë, na kanë dhënë urdhër këtë javë vetëm do presim gjoba. Pra le të themi, kjo lloj mënyre e re e të sjellurit policisë do ndikojë te kjo gjëja që ne mos ta shikojmë policinë si një kërcënim, po ta shikojmë thjesht si një element nga i cili duhet kemi frikë dhe të respektojmë ligjin. Shikojmë, mjafton të shikojmë modelet e vendeve të Bashkimit Evropian. Çdo shqiptar që ikën dhe del nga territori shqiptar me automjet në Greqi, në Itali kudo, ndeshesh me rregulla të tjera. Janë më të kujdesshëm, sjellja është më e vëmendshme ndaj rregullat që janë rrugor. Por nuk duhet të jetë vetëm çështja e prezencës policisë në rrugë, por është një çështje komplekse edhe e infrastrukturës. Do të thotë sinjalistika vertikale, sinjalistika e rrugës, gjitha sepse këto shkojnë tek edukimi dhe ke parandalimi. Nëse nuk do bëjmë edukimin dhe parandalimin, dhe vetëm me policë duke dalë në rrugë, qytetarët një pjesë kanë gjetur dhe marifetin. Për shembull, kanë krijuar atë grupin e famshëm të Telegram dhe njoftojnë në njëri tjetrin që këtu ka një patrull policie. Ne dimë gjithë ka dhe kodet pashkruara, pra kur ti shikon që dikush ndes dritat e gjata. Përveç njoftimit me drita të tjera. Ne kuptojmë gjithë nuk janë forma të vjetra. Janë forma të vjetra, po njerëzit ja kanë gjetur anën. Kurse këto format e reja që janë europiane, këtu pastaj ngremë dorë. Pastaj është ajo që tham, duhet futet ke edukimi dhe edukimi duhet bëhet pjesë e standardeve të Bashkimit Evropian. Edukim përmes ligjit, më thonë drejtën, se edukim tjetër s'ke çfarë të bësh tjetër. Ligji është më sepse ai nuk në Austri apo në Gjermani nuk e edukon njeri. Ai e di që aty po ka ashtu gjoba është 600 euro apo e tjera deri në blokimin e patencës, ndërsa këtu thot marrë 30.000 lekë, 50.000 lekë gjoba do po në më. Jo, pa e zgjidhën me një pjesë e punëzve të policisë po bërën gati për të dalë në pension. Po ashtu dhe oficera policie. Është një tjetër gjenerat që po vjen. Dhe duhet punosh për këtë gjenerat. Pra edhe gjenerata e re, policisë shtetit, akademia në mënyrën se si ajo duhet ta ketë formimin e tyre. Duhet t'i përshtatet pikërisht kësaj gjenerate të re dhe kërkesave. Sot për shembull policia ndeshet me probleme të cilët mund të jenë terrorizmi. Janë problemet e sulmeve kibernetike dhe mbrojtjes kibernetike. Pra duhet shkojmë drejt një policie e qoftë dhe shkencore, sepse problematikat që ndeshin qytetarët janë dhe të tilla. Mashtrimet online, shiko çfarë probleme kemi me call centrat. Pra shko drejt një teknologjie ku edhe krimi është bërë më shumë më sofistikuar. Jo thjesht standarde evropiane, por duhet të përshtatet me kohë. Më me metodat e vjetra, kryo një postoblok, dil atje, ngrej tabelën, hap ekran, dokumentet, ditë rrotullore dhe gjëra makinë. Fol me shefin se shefit ja dhash ato gjëra, ato marifetet që edhe Karamusha tha, janë forma korruptive të cilat nuk i përshtatet. Dhe rreziku ndaj punësve të policisë. Unë kam pasur rastin disa herë kur kam shkuar në Vlorë gjatë periudhës verës, brenda ditës dhe jam kthyer, punojës policie me makinë, vendosur në jaks të tillë të rrezikshëm për vete. Frika e policit, para me e kanë ulur shpejtësinë dhe ulja e shpejtësisë dhe gjend pa përgatitur drejtuesin tjetër nga mbrapa. Se e bën të rrezikshëm mënyrën për të bërë manovra dhe krijon një zinxhir të mundshëm burim aksidentësh. Burim aksidentësh dhe humbje shefi. Pra, japse koha me cilën drejtori ka ardhur dhe ka hedhur këtë hap të parë për një ndryshim, është një ndryshim që do të shoqërohet patjetër me masa të tjera që të mos e lëmë këtë boshllok. Por e thoni është hapi i duhur, fillestar. Unë them është hapi i duhur dhe edhe është mbështetur në opinion. Është vërtet. Njerëzit e kanë mbështetur shumë dhe është pritur me shumë pozitivitet. Ky hapi i parë i bërë nga drejtori. Megjithatë opinioni jon, ligji, policia tregon është çike vështirë bëra. Jo, mirë bëni që ndaleni kaq shumë. Në vlerësimin tim është një shenjë pozitive në ndryshimin e shërbimeve të policisë, po duhet dini që policia ka probleme tjera në raport me këtë. Kjo nuk është një gjë para atyre që ka organizata e policisë dhe funksionaliteti saj dhe rendimenti produkti saj. Ka probleme institucionale që duen korrigjuar, sepse një pjesë janë shtrëmbëruar, një pjesë janë lënë rrugës, dhe edhe dijen, edhe s'dijen. Ku e kam fjallën? Fjallën e kam që drejtimi politik në ministri dhe drejtimi profesional në policinë e shtetit duhet ndalen dhe t'i kthehen dokumentave që kanë gjetur apo të atyre që kanë aktualisht për zhvillimin institucional të organizatës policisë, sepse është krijuar mendimi që ja do bëjmë ca korrigjime të vogla. Jo, ka nevojë për ndryshime më të thella. Për shembull, unë e mirëprita këtë që bëri drejtori i policisë.
për arsye sepse duke fut teknologjia, duke ndryshuar me mentaliteti, drejtimi duhet i përgjigjet, duhet të udhëheqim me vizionin e vet drejtimi. Në këtë rast, drejtimi fakti që veproi shpejt, do të thotë e kishte të pjekur si ide. S'ka kaq vite ka gati. Po, dhe opinioni publik me të drejtë të mbështet. Po ka një parim të rëndësishëm në polici. Do drejtosh, do menaxhosh dhe shërbimet të jenë me kosta. Jo pa llogari, i nxjerr forcat, i lë rrugëve, kërkon të demonstrosh se ke shumë forca, e të tregosh muskujt dhe forcën. Ka ikur kjo kohë. Tashmë që ke teknologjinë në dispozicion, ti duke futur teknologjinë shkurton shërbime demonstrative të tepërta, të panevojshme, burim korrupsioni dhe e fut në shërbime tjera që ka nevojë. Një ndër problemet që unë gjykoj, këto shërbimet e sigurisë që janë me uniformë demonstrative kanë eksperiencën jo të keqe të mirë, ka nevojë për kolaudim dhe korrigjime të tilla. Më shumë ka nevojë policia kriminale, do të thotë lufta kundër krimit. Dhe unë aty pres që ai të bëjë qilism. Gjë që duhet ta themi për fat keq, agentët kriminal janë një kontingjent i cili është goditur në dekadën e fundit. Them për fat keq pasi jo çdo gjë e keqe ka qenë në një periudhë caktuar. Pra agentët kriminale, ata që njinin territorin e lagjeve, të rrugicave, të pallateve, etj., ata kishin informacion dhe rrjet informator shumë të mirë. E kam frikë që besoj jeni dakord me mua që kjo është një nga sektorët më të goditur, policia kriminale. Më të goditur, po, unë aty pres që drejtori i policisë të vërë dorë dhe pak e nga pak, nuk është puna se do bëhet përmbysje në policinë e shtetit dhe strukturat e saj. Po disa kolaudime, korrigjime, kupton, janë mëset nevojshme. Dhe policia kriminale ka nevojë në përmbajtjen e saj dhe në objektin e punës. Kur them në përmbajtje, ata njerëz që do punojnë polici kriminale duhet i nështrohen një filtri shumë të pastër, në mënyrë që të krijohet besimi brenda strukturave të policisë kriminale. Po kështu duhet punohet shumë me rrjetin sekret informativ, i cili është formal, ata janë të ndërgjegjshëm, din një gjë të tillë, ka një raportim fiktiv, një raport fiktiv, një vlerësim fiktiv, sepse nga informacioni varet suksesi i luftës kundër krimit, qoftë për parandalim, qoftë zbulim. Duhet të ndryshoj shumë, sidomos struktura që merren me krimin ekonomik financiar. Gjithmonë